Shenja është e vendosur në fillim të sheshit, por jo të gjithë po e respektojnë atë. Nga sësit e trotinetëve elektrik dhe ciklistët, shpesh herë këto mjete i ngasin lirshëm në sheshet e Prishtinës, ani pse kjo është e ndaluar. Ngasja e trotinetëve si dhe bicikletave në këto hapësira, po i shqetësojnë qytetarët. Po, kishme qenë mirë që ndoshta aty ku ka kalimtarë, sidomos fëmijë që këta mos tjenë të pranishëm, mirë po edhe këtyre javë gjetë një mundësi të kenë shtigjet e veta që mund të shfrytëzojnë ato. Ky është shet për shëtitjet lirë të njerëzve. Ata pengojnë shëtitjen e lirë të njerëzve. E sidomos shëtitjen e prindve, e gjyshave me mesa e nipa, për ja shkelin atë thëmija ndër ka për ja shkel edhe sen. Drejtoria e shërbimeve publike është në dieni që edhe trotinetët elektrik të komunës po përdoren në përsheshe. Megjithatë, në arsyetimin e tyre, kjo drejtori thot se trotinetët e komunës janë të koduar që në këto hapësira shpejtësia të jetë minimale. Ne mundohemi me i parapri, me marrë masa preventive, aty ku na lejon teknologjia me mundësu përmes teknologjisë me bo ndalesa në zona caktume ose me ullë shpejtësinë. Deri tash nuk kemi pas incidente ose aksidente në sheshet e Prishtinës. Për numrin e kundërvajtjeve që pyetet gjobave për kundërvajtje, nuk kam ndonjë statistikë për momentin, mund të shohim të ardhmen me mbledh, na don pak puna, por nuk është qëllimi me gjobit, qëllimi është me mësu njerëzit të gjithë pjesëmarrësit me ndërvepru, edhe me leju më zhvillu në mënyrë të tillë të pranueshme dhe të sigurt për jetën e qytetarëve. ATV ka tentuar të marrë një përgjigje në Policinë e Kosovës se sa përdorues të këtyre dy mjeteve janë gjobitur kur të njëjtit i kanë thyer rregullat, por deri në transmetimin e këtij materiali nuk kanë kthyer përgjigje.